është një qytet i vogël ku të gjithë një jemi mes veti, po para disa viteve ka ardhur një hafiz i ri. Një herë u komentua si një hafiz nga Prizreni, po më vonë u bë si një hafiz nga Ulqini. Patjetër, ashtu siç dihet që Ulqini është një vend mikpritës, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që sot në këtë emision të Fitër Bajramit kemi Hafiz Uvejs Haxhin me zërin e tij që gjatë gjithë këtij Ramazani, veçanërisht edhe namazin e natës, na i ka kënaqur zemrat tona dhe të gjithë besimtarëve musliman. Mirë se erdhët dhe gëzuar edhe një herë festën e Fitër Bajramit. Mirë se ju gjeta gëzuar edhe për juve gjithashtu. Është kënaqësi. Urime Bajramin edhe Fremeja. Urime Bajram. Uvejs, tani si që ceka ulqinakët ju ka i marrë si të vendit, po mundeni me të tregu si ndiheni që jeni me të tretin vit në Ulqin. Falenderimet i takojnë Allahut, pastaj falenderoj kryetarin e Bashkisë Islame, Hoxhën Blerim Bajraktari, pastaj falenderoj të gjithë stafin e xhamisë dhe ulqinakët që kanë qenë prezent në xhami. Si çdo vit, edhe këtë vit, viti i tretë është që jam për Ramazan këtu në Ulqin, dhe jam shumë i kënaqur. Elhamdulillah, shumë mirë kalojmë dhe çdo vjet bëhet edhe më mirë edhe më mirë. Çfarë ka qenë ajo më e veçanta gjatë këtyre 3 viteve që ju jeni prezent në xhaminë e madhe të Binjeshit? Më e veçanta është se numri i xhamatlive është shtu, edhe këtë vit kemi pas shumë prej xhamatlive që janë konë 3, edhe ky fakti na gëzon shumë se rinia interesohet për diçka shumë të mirë, si që janë ibadetet, namazet, agjerimi e tjera. Uvejs, disa herë ju kemi bërë intervista, po kur nuk ju kemi pyetur si ka filluar rrugëtimi juaj, si ka ardhur dëshira për të bërë hafiz? Unë jam rrit në një familje fetare, pra baba im është hoxh, dhe çdo herë si i vogël kemi ndëgju gjithmonë Kur'an, hadithe, ligjerata e tjera, por ideja për të bëu hafiz lindi kur fillova me një sure. Ishte sure Yasin dhe fillova me mësu. Ngadalë se nuk disha lexim, po vetëm me dëgjim. Pastaj babi më tha nëse mëson këtë sure, unë ta premtoj një haç. Edhe kjo më dha shumë vullnet, edhe fillova me mësu këtë sure, e mësova pastaj, elhamdulillah, shkum në haç. Sa ishim atje, kur i kam dëgju ata imamet qysh lexojnë, çfarë recitimet bukura kanë, e kam pa vetën aty, e kam thonë, Allah ma mundëso që unë mi kënaq njerëzit, si jam tu kënaq unë këtë vend. Ja arrite qëllimin. Po, atëherë, inshallah, shpresoj që edhe njerëzit kënaqen kur e dëgjojnë. Po kjo ishte ai rrugtimi shpirtëror që muj me quj. Edhe kjo ishte fillim. Pastaj i thash babit, kur kthehem du mu bë hafiz. Edhe normal. Cila ishte ajo ndjesi? Ai si i vogël më ka thirrë hafiz, po nuk e ka ditë se unë do e marr kaq seriozisht. Po si për çdo prind ta ketë djalin hafiz është një prej dëshirave më të mëdha në jetë. E patjetër edhe kështu që po, krenari e madhe për familje, për gjithë. Ju arriti qëllimin më bë hafiz dhe zanin e keni shumë bukur dhe ja kënaqet shpirtet njerëzve, por netët e fundit i kemi pa shumë njerëz të përlotur. Dhe si ndiheni ju më? Ndihem, nuk di si ta them, po shkurt është një thënie arabe, thojnë, çka del prej zemrës, hin në zemër. Edhe unë mendoj se komplet kjo ngjarje, këto emocione që ka janë, rrjedhin fillimisht prej zemrës. Pastaj ato kanë efektin e vetë. Gjatë një muaji të shenjtë të Ramazanit, edhe këtë vit që ndruat në Ulqinin e bukur dhe mikpritës, do të mungojnë xhamati ulqinak
Dhe mikpritja nga Ulqini? Po na asesi nuk I ndërpresim lidhjet, pra edhe pse kalon Ramazani, unë prap vinë në Ulqin, prap I thras Ulqinak në vendin tim, kështu që kjo nuk është më veç një muj, kjo është një lidhje afatgjate që na ka lidh fjala Allahut, Ramazani, veprat mira. Të duken ulqinakët që janë besimtar të mirë dhe të sinqert me këto 3 vite që tashti ke pasur eksperiencë dhe të ligjerosh dhe të prish në xhamin e madhe të Pinjeshit? Po, mashallah, shumica e njerëzve nuk e din, nuk kanë dëgjuar ndonjëherë për Ulqin ose e njohin si një vend turistik, por shumë e vërtetë është se këtu mbahet feja, jetohet sipas fesë islame, dhe kjo për çdo vjet unë habitem se si ndoshta edhe neve na keni kalu atje ku jeni në Kosovë, në disa vende. Kështu që ju përgëzoj e inshallah vazhdoni ma mirë. Amin, faleminderit. A presim uvesin Ramazanin e ardhshëm? Inshallah, nëse është caktimi I Allahut, qefi jem është tash. Patjetër Shpresoj se edhe ne nga Ulqini kemi dëshirë që të jeni çdo vit tek ne. Uvesi për në fund, a do të na lexosh ndonjë ajet të Kuranit? Po, patjetër inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. Faleminderit edhe njëherë që ishe pjesë e misionit Fitër Bajramit nga stafi I televizionit të UTA. Përzemërsisht duam të falenderojmë që gjithmonë gjen kohën të jesh pjesë e misioneve tona. Gëzuar edhe njëherë festën e Fitër Bajramit. Faleminderit edhe për ju. Ndërsa ne shikues të nderuar, duam që të vazhdojmë tashmë edhe me faljen e namazit të fundit të natës në xhamin e madhe të Pinjeshit. Dhe pas namazit të natës ndjekim disa ilahi të Hafizit Uves Haxhi.